Së paku ai pati mundësi që para pak ditësh ta takoj për herën e fundit babain e tij, por vërtet kjo dhimbje shkon e rritet për familjen. Dhimbja po rritet, pra na jem shqiptar, na vjen keq kur familjet tona kalojnë në përdhimbje, kuptohet edhe kryejnë këto padrejtësi. Me po këtë dhimbje shton sot vetë pozita e zotit Hashim Thaçi ku gjendet sot. Lekshtë vallohi, u mërzit këfart haje na nona vete. Çfarë thoi ai? Ai theke, o Hashimi theke. Do ta kujtojmë gjithmonë për vlerat e jashtëzakonshme që i ka pas, ka qenë një njeri që vërtet unë i them më shumë se sa vetëm një prind i njeriu që ka udhëheqë edhe procesin e çlirimit dhe pavarësimit vendit, po një karakter epik, ashtu siç i kemi mësuar edhe në kaluar edhe në traditën tonë, ata shqiptarët e mirë të vërtet që kanë ditë me eduku jo vetëm familjet e tyre, por gjithë brezat. Ka qenë një njeri që gjithmonë ka qenë i buzëqeshun, dashamirës, një njeri që na ka përkrahur gjithmonë dhe fjalët e tij, këshillat e tij dhe kujtimet që kemi me të do t'i mbajmë gjithmonë si shumë të veçanta. Na vjen keq se kjo është një vdekje që bëhet më e rëndë për shkakun e mungesës presidentit Thaçi. Së paku ai pati mundësi që para pak ditësh ta takoj për herën e fundit babain e tij, por vërtet kjo dhimbje shkon e rritet për familjen, për neve të gjithëve, për shkakun e mungesës së presidentit Thaçi. Kujtimi për Basen Haxhi do të jetë i përhershëm. Para një kohë kam qenë këtu në familje, në atë kohë kam marrë se nana ishte e smur edhe në gjendje jo të mirë. Kuptohet, ishte edhe takimi i mram edhe biseda e mram që kam pas me babën, me Basen Haxhi. Me thonë të dhimbja po rritet, pra na jem shqiptar, na vjen keq kur familjet tona kalojnë në përdhimbje, kuptohet edhe kryejnë këto padrejtësi, si rasti i presidentit që shashtu me familjen. Besoj shumë që nga kjo vujtje, kjo dhimbje, sakrifis, do të nxjerrin mësimet më të mira të shqiptarëve, me ju kushtu adheut lirisht në vazhdimsi. Vetë fakti që ka një djalë, i dha një djalë Kosovës i cili kalojnë për gjitha proceset dhe të gjitha i kryeministër, unë mendoj që është një vepër që edhe nga ana fetare thuhet që jeton dhe që cilët ati i bën lavdi dhe është e përjetshme. Prandaj dhimbja është si dhimbja edhe qoftë edhe si prindë madhe, është si dhimbje edhe për shokët, sepse prindi një shokut është dhimbje edhe për shokët, me po këtë dhimbje shton sot vetë pozita e zotit Hashim Thaçi ku gjendet sot dhe djemve tjerë që janë atje. Edhe që tash më me din, unë ju men shumë atë. Çfarë njeri u kon Haxhia, e ke njoftë më herët, çuçi, i rrit me to bashkë. Bashkë që në rrit më rinë plak. Ajo ko njeri i urt, njeri punëtor, njeri bujku kon, ka punu shumë, i ka rrit fëmin, me skomet të rahona, edhe Kohën e luftës, çu e kujton Haxhin? Kohën e luftës e kujtoj si shumë u kon i fort edhe në dho ke gajret bajage, heq më së mërzitën se ka Kosova, ka më shliru, lekshtë vallohi, u mërzit këfart haje na nona vete. Çfarë thoi ai? Ai theke, o Hashimi theke, kish më orë. Ma du me prita, dhe më që se priti.